Në ditën e policëve të rënë në krye të detyrës, Ministri i Brendshëm Bujar Nishani ka nderuar kujtimin e tyre dhe ka porositur vartësit e tij që të vijojnë të ruajnë rendin dhe qetësinë, duke kujtuar sakrificën sublime që kanë bërë kolegët e tyre. Dëshiroj gjithashtu t'i adresojmë kolegëve të tyre, të gjithë pjesëtarëve të policisë së shtetit, oficerëve dhe punojësve, djemve dhe vajzave, burrave dhe grave që militojnë në këtë strukturë. Në ditë të tilla si kjo, padyshim janë ditë reflektimi të thellë, reflektimi për aktin sublim në mbrojtje të dinjitetit, të jetës, të lirisë, të atdheut dhe flamurit. Natyrisht ne kemi shumë gjëra për të plotësuar, për të arritur standarde shumë e shumë të tjera për të barazuar me vendet e tjera dhe me shoqëritë e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Por në këtë pikë unë jam i bindur dhe e them me krenari dhe jam i nderuar që mund ta them sot në emrin të gjithë juve, që keni punuar, sakrifikuar, që vërtet për sa i takon rendit dhe sigurisë, Shqipëria dhe shqiptarët sot kanë atë standard dhe atë nivel që ka çdo shoqëri në vendet e Bashkimit Evropian. Por në këtë aktivitet organizuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, edhe zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Policisë Agron Kuliçaj ka nderuar kujtimin e kolegëve të rënë në krye të detyrës, ndërsa bashkëshortja e policit të vrarë Gjergj Mehmeti, gjatë fjalës së saj ka vënë theksin se pikërisht sakrifica e të afërmëve të tyre u jep më shumë kurajo për të kërkuar drejtësi në këtë vend. Ndërkohë që në këtë aktivitet kanë qenë të pranishëm punonjës të policisë së shtetit, si dhe të afërm të policëve të rënë në krye të detyrës.